Fillimisht, injorimi i të drejtave bashkëshortore ndodh që të shkaktohet konflikt në mes të dy bashkëshortëve, ta e prishin atë rahati dhe qetësi që duhet të ekziston në mes të dy palëve. Për atë arsye, duhet që të dy çiftët të jenë të kujdesshëm në ruajtjen dhe mbrojtjen e të drejtave të njëri tjetrit. Po ashtu mungesa e objektivave të kurorës dhe dobit e saja ndodh që edhe këtë shkakton një përplasje ose konflikt në mes të dy palëve. Prandaj, duhet jenë të kujdesshëm që bashkëshortët të njoftohen me objektivat e martesës, se nuk është vetëm një akt që kryhet për një moment, mirë po është në pyetje një vazhdimsi e gjatë e jetës, apo thënë më mirë, prej momentit të kurorëzimit deri në vdekje, është një jetë në tërësi që duhet jenë të kujdesshëm ta e motivojnë pozitivisht dhe ta e ndërtojnë në mënyrën më të mirë. Po ashtu dhe vije deri te konflikte si rezultat i motiveve të tekeve, kur ndodhse secili prej të dy bashkëshortëve don të implementoj teket e tija, qefet e tija në jetën e përditshme që nuk dakordojnë me realitetin e jetës së përditshme, vije deri te konflikti. Për atë arsye, do të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm.